Ka qenë jashtëzakonisht keq, edhe unë e di shqetësimin, ka qenë shqetësimi i parë që është ballafaqu për Mugjur Kanart, edhe nëpërmjet banorëve, edhe në këshill, edhe e kena fillu atë procedurën sapo kena ardhur, po sigurisht ajo do kohën e vet, kështu që tani jemi në momentin e fillimit të ndërtimit. Është që projekti është më i gjatë bashkë me degëzimet, është edhe më e mirë dhe kjo që në edhe numrin e përfituesave të familjarëve gati në pesmi, sepse janë afërsisht 2-3 shkolla që janë, shkolla austriake, Korjezu, shkolla tjetër dhe banorët që janë pjesë e këtyre shkolla fëmijë nuk janë thjesht vetëm të lagjes apo të rrugës Zerzalej, janë të në lagjet përreth, kështu që fakti që rregullohen edhe degëzimet na ka rrit shumë edhe vizibilitetin edhe lëvizjen, po edhe shtu numri i fëmijëve në këto shkolla. Kana kanë të bashkia në peticione të gjitha publike, takime, shkresa, pofun që e tha Olma, ju, faleminderit për jush. Ashtë e raport, më thonë që bani investimi t'il. Jena mirë njës, i këtë rrugë jam me do komplimente, e ke e bo atë edhe për zonin e 10 vjetë se kështë e bo kush në botë. Do të mira dërët. Për 10 vjetë se kështë e bo kush. 100 kuadra kanë orë dhe ma të banë gjithësi e për e o bojnë me fonte, gjithë shka, kur s'na kanë orë, kur, veç pjerë dhe...